Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram ose në numrin tim të celularit 069 24 68 328. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë e shqetëson brenda vetes ti të person për ty? Pra çfarë e shqetëson brenda vetes të person në drejtimin tënd? Ky person është shumë i shqetësuar, i mërzitur, sepse mendon se ti je larguar. Është i mërzitur, është ulur në këtë hije peme dhe mendon ato mendimet e tij prikën që mos u mbet ty, princeshën e bukurisë, femrën e tij ideale. Gjithmonë ti e ke parë si personin magjik në jetën tënde, por ka momenti që ti po largohesh sepse do të mbyllësh një kapitull të vjetër të jetës tënde për të krijuar gjëra të reja. Je lodhur me këtë person dhe ky person e ka kuptuar që ti po largohesh, ka frikë mos nuk të shikon më, mos nuk të takon më, sepse ti do të ndryshosh jetën tënde, të marrësh një rrugë, të bisedosh për gjërat e tua me njerëz që kanë rëndësi, je në botë, je person që ke sukses në biznesin tënd, je fuqishme, je një femër që ke energji të fuqishme dhe kritisohet këtyre gjërave. Por ky person brenda vetes ti, pra kjo gjë e shqetëson, largimi jot, ndryshimi që ti do bësh në rrugën tënde, do marrësh një rrugë të re, rrugë drejt ndryshimit, duke lënë këtë pasore, sepse je lodhur në këtë histori, por ky person brenda vetes është një person pozitiv që do të transformohet. Është i vetmuar dhe ti je vetëm drita e tij në këtë tunel të errët të jetës së tij. Pra je ti e vetmja dritë, që i shkëlqen dhe është ti ku ai është. Prandaj ai do bëj të pamundurën që ta ndryshojë këtë atmosferë, këtë situatë që ju jeni. Kjo gjë e shqetëson, pra e shqetëson gjithmonë pjesa, frika që ka që ti mund të largohesh dhe mund ta lësh. Gërma C, gërma Ç mund të rezonojnë me këtë energji, gërma X, O, R, H, I, J, C, L, K, N, S, R, P, E dhe gërma G. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me peshore, me demin, me binjakët, me akrepin, me gafore, me brisjapin, me peshqit, me ligjëreshën, me ujorin dhe me figjetarin. Faleminderit shumë.